Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi me forcë ndaj vendimit të kryeministrit Edi Rama për të vjuar fushatën elektorale në Tiranë, edhe pse gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit për zgjedhjet e pjesshme në kryeqytet. Edi Rama njoftoi se do vazhdoi në rrugën Xhaçka, do të bëj atë që bëri me Xhaçkën. Por i garantoi qytetarët e Tiranës se duke respektuar plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke dënuar me forcën më të madhe edhe një herë aktin e shëmtuar të papërgjegjshëm të presidentit Kukull të Edi Ramës, asgjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit kushtetues. Berisha e cilësoi këtë vendim si antikushtetues dhe shpreh skepticizëm ndaj mënyrës së shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj nga Këshilli i Ministrave. Dele qartë si drita e diellit se Erion Velin e arrestoi Edi Rama për ta hequr qafe, për ta eliminuar. E arrestoi me një letër të Anesti Angonit që ju si të keni pa, ajo ishte një pamflet që mund ta shkruash për çdo njeri. E arrestoi dhe e trajtoi në mënyrën më të njerëzore. Bazuar te informacione digjitale, Berisha thotë se Veliajin e ka nxjerrë nga burgu 3 net më parë, por pranon se nuk di shumë detaje. Njëri prej tyre është se para 3 net që nxorën nga burgu, e çuan diku në drejtim të paditur. Të kalamendur. Berisha shpjegoi se Florian Binaj është kandidat i pavarur dhe është normale të hartojë strategjinë e tij në fushatën zgjedhore. Nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Kryedemokrati thekson se Partia Demokratike do të hapi partinë e saj ndaj kandidatëve të pavarur duke nënvizuar gatishmërinë për të përfshirë prurje të reja në procesin zgjedhor. Që kjo parti të ndryshojë dhe të hapet. Unë kam premtuar këtë. Unë ju garantoj se jam shumë serioz në ato që premtoj. E kam premtuar këtë dhe e konsideroj jashtëzakonisht të drejta të kërkesë të qindra e mijëra demokratëve, por edhe mbështetësve tanë. Dhe ne në këto zgjedhje, duke adaptuar këtë model me kandidaturat pavarura, mbështetjet të kandidatëve të pavarur në bashkitë që garojnë 6 bashki, besoj se bëm një hap në drejtimin e duhur. Dhe kjo do vazhdojë. Berisha gjithashtu përmendi informacione të pakonfirmuara mbi Veliajin, duke treguar se nuk disponon të dhëna të plota dhe akuzon për keq menaxhim ultimesh qeveritare, duke nënvizuar mungesën e transparencës. Ai mbetet i vendosur për të ndjekur qasjen e Partisë Demokratike drejt zgjedhjeve dhe për të garantuar pjesëmarrje të drejtë për kandidatët e rinj.